Omer ibn al-Khattabi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thoshte, llogarisni veten para se të llogariteni. Do të thonë llogariteti këtu veten para se të llogarit Allahu Azza wa Jall. Duke pyetur veten tonë çdo ditë, apo gënjen, apo i mban premtimet, a jam i drejt, apo veproj për Allahun, apo për sy e faqe, kjo të shpëton domethënë nga hipokrizia. Këto pyetjet kur ti bësh vetes, nalësh natën për shemb para se me ra me flaj, ose mas jacis, ose mas sabahut, apo para sabahut kur zgjohesh, me vetën tënde, apo gënjej, unë sa po gënjej. Sa vet i kom mashtru sot? I kom mashtru 10, 15, atëherë domethënë me ul atë dozën. Me ul dozën, pse? Mos më bë prej atynve, apo i mbaj premtime që atyve që i kom premtu, a ja kom kry ato, a jam i drejt,